Shqipja është gjuhë e lashtë. Ajo është pasardhëse e lirishtës së vjetër. Historia e formimit të alfabetit tonë kombëtar është një histori e gjatë, rrënjët e së cilës mjegulla e kohës nuk mundi t'i mbulonte dot. Dokumenti i parë i gjuhës shqipe, formula e pagëzimit, është një dorëshkrim shqip me shkronja latine, shkruar nga Pal Engjëlli në vitin 1462. Burimi i dytë është ai i vitit 1496, një fjalor i austriakut Arnold von Harf. Me sharin e Gjon Buzukut më 1555 shpaloset një fazë e re dhe më e gjerë e alfabetit shqip. Naum Veqil Harxhi më 1845 përdori një tjetër alfabet të quajtur ëvetari. Ky alfabet mbeti vetëm në zonën e Korçës. Më pas, Konstantin Kristoforidi në veprat e tij përdori dy alfabete në përkthimet e Ungjillit. Në përkthimet që bëri në dialektin geg, ai përdori gërmat latine, ndërsa në dialektin tosk shkroi shqip me gërma greke. Në Stamboll, më 1879, vëllezërit Frashëri formuan shoqërinë për botime shqipe dhe krijuan një alfabet i cili u quaj ABC-ja e Stambollit. Në vitin 1899 në Shkodër, shoqëria Bashkimi, në kryesinë e Prenk Doçit, hartoi një alfabet të vetin. 3 vjet më vonë, më 1902, në Shkodër u krijua shoqëria Agimi nga Ndremjeda. Edhe kjo shoqëri prezantoi alfabetin e saj. Faik Konica filloi të përdorte një alfabet të vetin në gazetën Albania në Bruksel për të krijuar një alfabet mbar shqiptar. Alfabetet që mund të merrnin trajta kombëtare mbetën vetëm 3. Alfabeti i Stambollit nga vëllezërit Frashëri, alfabeti i shoqërisë Bashkimi në Shkodër nga Prenk Doçi dhe ai i shoqërisë Agimi nga Ndremjeda. Në gazetën Liria që botohej në Selanik nga Midat Frashëri, u bë një thirrje për mbledhjen e një kongresi që të vendoste përnjësimin e alfabetit shqip. Kongresi i Manastirit u mbajt në qytetin e Manastirit më 14 deri 22 nëntor 1908 me pjesëmarrjen e dietarëve shqiptar. Ai kurorëzoi përpjekjet e shumë brezave adetarësh dhe njerëzve të penës për një alfabet të gjuhës shqipe. Në kongres morën pjesë 32 delegatë: Gjergj Fishta, Mitat Frashëri, Luiq Gurakuqi, Gjergj Qiriazi, Ndremjeda, Dimitër Buda, Shahin Kolonja, Bajo Topulli e të tjerë. Fishta shpjegoi se shtypja e librave shqip ka vështirësi, ndaj duhej një alfabet thjesht latin. Marrëveshja historike u arrit. U njësua alfabeti me 36 shkronja që përdorim edhe sot, duke hedhur kështu bazat për formimin e gjuhës letrare shqipe. Unifikimi i alfabetit në Kongresin e Manastirit ishte themeli i bashkimit të përjetshëm të shqiptarëve. Ishte ngjarje historike që i parapriu shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Sot, 22 nëntori, dita e alfabetit shqip është simbol i identitetit ton kombëtar. Gjuha jonë, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë.